Anëtar të Këshillit Iniciues me pëlqimin e banorëve lokal të Zhegrës dhe fshatrave përreth e kanë riaktualizuar kërkesën për krijimin e komunës së Zhegrës. Ata thonë se krijimi i kësaj komune do të krijonte lehtësime dhe do të ofronte shërbime për banorët e këtushëm. Gjitha këto takime që i kem pasur në Zhegër, qytetarët shprehin pak kënaqësi nga se shërbimet duhet të realizojnë apo të kryejnë në Gjilan, ajo këtu, edhe pse gjitha kushtet janë për ato shërbime të kryen këtu dhe Zhegra të formohet komunë. Plotën gjitha kushtet për me qenë komunë, sepse nga përvoja ime edhe nga perëndimi edhe këtu, me standardet e Bashkimit Evropian, edhe në perëndim kemi komuna shumë më të vogla se 15.000 banor, edhe në Kosovë kemi në vendin tonë komuna me 500 banor. Unë mendoj se gjitha kriterjet, si ato të nivelit ndërkombëtar dhe ato kombëtar, Zhegra i plotson. Patjetër të bëhet komunë që ta ketë një zhvillim më të mirë, qytetarët të kenë mirëqenie më të mirë, sepse e kemi komunën larg, 12 kilometra nga këtu që ata mujnë mi kry këtë qytetar punë vetë këtu në Zhegër. Anëtarët të Këshillit Iniciues riaktualizimin për komunën e Zhegrës e konsiderojnë të nevojshëm për banorët e saj.